sikur i quajtet ju. Pa vajtur te Groenlanda, pastaj etj. Për të ardhur këtej, duket shumë vështirë. Paktën edhe i vit thuaj se mund të kenë mbetur të aksion se pastaj janë zgjedhjet e mes mandatit. E vëmendja ndoshta postohet, ju e dini më mirë te kandidati tjetër që do vinë për zgjedhjet e ardhshme. Pra, është koha e mjaftueshme që kaloj oqeanin këtej? Po, është koha e mjaftueshme se nuk është e thënë që këto gjëra bëhen me radhë. Ne shikojmë në Shqipëri për shembull që e ngarkuara me punë në ambasadën amerikane këtu, në çdo takim me qeverinë shqiptare, me ministrat, me përfaqësues të qeverisë shqiptare, u thotë një të gjë. Duhet të luftoni kartelet, duhet të luftoni krimin transnacional, krimin organizuar, korrupsionin, dhe refreni është i njëjtë, është gati copy-paste në çdo deklaratë që bën pas takimeve me ministra të ndryshëm. Dhe me të arsimit dhe me të shëndetësisë se ka gjetur një mënyrë për të përmendur kartelet në deklaratën e saj. Ndaj ne shikojmë se ku është prioriteti i qeverisë amerikane dhe i të dërguarës në Shqipëri. Ne jemi, unë e kam thënë këto ditë shpesh, ne jemi në pikën ku ishte Venezuela para 6 muajsh, ku administrata Trump i thoshte Nicolas Maduros lufto kartelet e drogës, të njëjtën gjë i thot presidentes së Meksikës apo presidentit të Kolumbisë Petro. Po nga ana tjetër si mund të luftoj kryetari shefi kartelit të luftoj veten e vet, kartelin që e drejton në rastin e Venezuelës, por jo vetëm. Gjithsesi, thirrjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës janë këmbgulse dhe janë në një pikë, luftë karteleve të drogës, krimit transnacional. Ndoshta për një vend të natës mund të operojë nëpërmjet SPAK-ut. Po pa diskutim, format janë nga më të ndryshmet, po dua të evidentoj një gjë që ka kaluar pa vëmendjen e duhur, që ose jo në këtë këndvështrim të paktën, që vërtet kontinentit europian i thot që ti duhet të forcohesh, të zgjohesh etj. Me radhë për të përballur rrezikun që vjen nga Rusia apo rreziqe të tjera, sepse duhet të funksionojnë dy shtyllat e Aleancës Euroatlantike, Shtetet e Bashkuara dhe kontinenti europian, natyrisht, por në dokumentin që ka kaluar në Kongres dhe është firmosur nga presidenti Trump për sigurinë kombëtare, Ballkani është seksion më vete. Ndryshe nga të gjithë dokumentet e viteve të kaluara të sigurisë kombëtare që firmos presidenti amerikan, kësaj radhe Ballkani është në seksion më vete, Serbia përmendet aty specifikisht, përmenden standarde demokratike, zgjedhjet e lira dhe të ndershme, influencat ruse, kineze natyrisht, siguria kibernetike që në Shqipëri është për tokë, kartelet dhe gjithë kjo luftë e madhe që po bën Shtetet e Bashkuara kundër karteleve dhe krimit transnacional. Pra, Ballkani është në një farë mënyrë në një mburojë amerikane. Ndryshe nga pjesa tjetër e Europës që i flet si një adult në një farë mënyrë e Europës dhe i thot ti tani duhet të bësh pjesën tënde sepse i ke kapacitetet, nuk mund të rish më me këto politikat gender, green etj. Me radhë, ndërkohë që ke një rrezik shumë të madh dhe jemi në një botë në tranzicion. Shtetet e Bashkuara kanë nevojë për një partner në kontinentin evropian. Dhe ndaj vjen edhe ky push, edhe ky presion pozitiv për Europën, ndërsa Ballkani e ka marrë në një mburojtje të vetën, në një mbrojtje të vetën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky është një lajm shumë i mirë për ne, qoftë për sa i përket sigurisë në lidhje me Rusinë, Kinën, që është shumë aktive gjithashtu në Ballkan, po qoftë edhe për problemet e tjera që janë në Shqipëri, që janë kartelet e drogës, krimi organizuar, korrupsioni dhe më e rëndësishmja fakti që nuk bën zgjedhje të lira dhe të ndershme. Të gjitha shtetet në Ballkan, sikur e përmenda edhe në hyrje, nxorën kokën duke reaguar, ca kundër, ca me heshtje, ca pro. Ju si do t'i vlerësonit? Se Vučić i doli hapur kundër. Po, nuk e vija në dyshim, do habitesh apo të... Shkoni, presidenti Vučić ka kaluar vijën e kuqe shumë herë, dhe shumë vija të kuqe, në disa plane. Ishte në takimin që u bë para pak kohësh me Kinën, me Rusinë, me lider të tjerë të këtij aksi, Iranin e tjerë, pra u pozicionua qartazi kundër perëndimit ose kundër këtij rendi botror që duan të ruajnë në perëndim. Më pas është loja e dy fish që është kuptuar nga të gjithë tani prej kohësh, që bën me dy porta, sa me Europën, sa me Rusinë, por nuk besoj se ka dyshime që presidenti Vučić ose Serbia është një proksi i Rusisë në Ballkan. Nga ana tjetër, dhe unë këtë dua ta theksoj sepse është e rëndësishme edhe për ne, protestat afatgjata të qëndrueshme në Serbi ndjes kanë dhënë efektin e tyre.
Prej më shumë se një viti aty protestohet, sheshet janë të mbushura nga qytetarët, për gjithë problematikat që ka Serbia, mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, autokracia e Vučićit, e kështu me radhë, situata ekonomike, situata e sigurisë dhe natyrisht që ky presion i brendshëm ka dhënë efektin edhe jashtë. Presidenti Vučić vajti para disa muajsh të takonte presidentin Trump dhe një mbyllën dyert në Washington. Detyruar të thoshte usëmura. Nga ana tjetër, Partitë Popullore Europiane janë duke shqyrtuar përjashtimin e partisë së Vučićit nga grupimi i PP-ve. Pra ka disa në raporti OSBE Odirit dhe atje përmendja specifikisht e Serbisë në raportin e sigurisë kombëtare të Amerikës. Janë disa faktorë të cilët janë bërë bashkë në Serbi. Natyrisht kjo ka ardhur edhe si pasojë e këtij presioni të brendshëm që bëhet në Serbi prej më shumë se një viti. Në Shqipëri gjithashtu është rritur presioni i jashtëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga raportet që botohen nga Departamenti i Shtetit, kujtoj këtu raportin për klimën e investimeve në shtator të këtij viti, raportin për narkotrafikun, për narkotikët, ku ka një seksion për Shqipërinë dhe Shqipëria cilësohet si një vend që është kthyer në një hub të trafikut të kokainës dhe të heroinës. Pra, janë dokumenta që dalin prej andej. Unë kur lexova raportin për klimën e investimeve, mendova se kishte shkruar opozita shqiptare, me thënë të drejtën, sepse ishte eksakte e njëjta gjë, që është realiteti. Po edhe dhoma amerikane e tregtisë në Tiranë ka qenë shumë shpesh